Përshëndetje miq, jemi live në World News, unë jam Linda Karadaku. Sot kemi dy bloqe të mëdha në të cilat do të flasim pikë së pari për atë që po ndodh me Evropën, me Bashkimin Evropian, marrëdhënien transatlantike. Çfarë ndodhi në Yerevan? Pra ajo që nuk bëri lajmin kryesor në mediat ndërkombëtare, por as ato rajonale dhe natyrisht as ato në Shqipëri. Pse? Sepse zakonisht shihet ajo që është big picture, pra ajo pamja e madhe, gjërat e mëdha që ndodhin. Dhe është me shumë rëndësi shpesh që të shohësh atë që nuk shihet dhe ta diskutojmë. Do ta fillojmë pikërisht me një postim të fundit, që ka qenë para pak orësh në fakt, dhe bëhet fjalë pikërisht për J.D. Vance, nën presidentin amerikan, i cili flet pikërisht për marrëdhënien transatlantike, marrëdhënien midis Shteteve të Bashkuara dhe Evropës apo evropianëve. Ai thot se një nga gjërat e mëdha që njerëzit nuk e kuptojnë për këtë administratë, bëhet fjalë për administratën Trump, ata mendojnë se ne e urrejmë Evropën. Në fakt, thot ai, ne e duam Evropën, por duam që Evropa të kontrollojë kufijtë e saj, sepse ne e duam qytetrimin evropian dhe ne duam që ajo të ruaj veten. Pikërisht për këtë do të flasim në pjesën e parë, ndërkohë që në pjesën e dytë sigurisht do të flasim për Iranin, çfarë ndodh në ngushticën e Hormuzit. Ka pasur edhe një njoftim të fundit, në fakt një konferencë shtypi nga sekretari i luftës Peter Hegseth, i cili ka konfirmuar dy gjëra me shumë rëndësi bashkë me generalin kryesor të trupave amerikane. E para që gjatë armpushimit 10 herë ka ndodhur goditje ndaj ushtrisë amerikane nga iranianët në Hormuz, ndërkohë që ai ka theksuar gjithashtu që armpushimi vazhdon. Pra it's not over, thot, nuk ka përfunduar, që është një shenjë e mirë që tregon që palët megjithatë, pavarësisht nga ajo që po ndodh, këto sulme të cilat vazhdojmë t'i raportojmë, armpushimi megjithatë vazhdon të mbetet në fuqi dhe kjo vërtet që është shumë e rëndësishme. Por do të filloj menjëherë me pjesën e parë, siç e tham, do të flasim sot për marrëdhënien transatlantike, çfarë ndodhi në Yerevan. Dhe kam të ftuarin e parë për sot, kolegun tim i cili ka raportuar prej dekadash nga Brukseli, e njeh shumë mirë Bashkimin Evropian. Bëhet fjalë për Agustin Palokajn. Agustin, përshëndetje, faleminderit shumë që je me ne sot. Faleminderit shumë. Përshëndetje Linda, faleminderit për ftesën. Atëherë, Agustin, dua që të diskutoj të parën e asaj që ndoshta nuk u trajtua aq sa duhet, u kalua tangent nga samiti në Yerevan, që ishte një mungesë e madhe dhe me qëllim kështu ja kemi vënë emrin sot, pra i munguari i madh i Yerevanit. Dhe bëhet fjalë pikërisht për kancelarin gjerman, Friedrich Merz. Do të ndjekim për pak sekonda një informacion për kancelarin, mungesën e kancelarit dhe sa e rëndësishme ishte, dhe kjo do të jetë edhe pyetja ime e parë për ju. Pra kjo mungesë e madhe e Gjermanisë në këtë samit, si do ta komentoje? E ndjekim të materiale dhe pres komentin tuaj, analizën tuaj për këtë. Armenia priti takimin e 8 të Komunitetit Politik Evropian, një format gjithëpërfshirës i konceptuar në ditët e para të luftës së Rusisë kundër Ukrainës. Përtej deklaratave u vure një mungesë shumë e rëndësishme, ajo e kancelarit gjerman Friedrich Merz, i cili aktualisht e gjen veten në qendër të një polemike gjeopolitike, pasi deklaroi se Irani kishte poshtëruar Shtetet e Bashkuara në luftë. Presidenti Trump ju kundërpërgjigj po aq ashpër, duke njoftuar tërheqjen e 5.000 ushtarëve amerikan nga Gjermania dhe kërcënoi të rriste tarifat për makinat e prodhuara në Bashkimin Evropian nga 15%, siç ishte rënë dakord me marrëveshjen tregtare, në 25%. Kjo rritje mund të tendosë edhe më tej ekonominë gjermane, që mbështetet në eksportet e makinave, që atëherë Merz është përpjekur të bëjë damage control apo menaxhimin e dëmit, duke thënë se nuk heq dorë nga marrëdhënia transatlantike dhe as nga të punuarit me Donald Trump. Atëherë, Agustin, e bëra pyetjen dhe vetë ajo strisha që kemi vënë e thot të gjithën, pra i munguari i madh në Yerevan. Çfarë mendon që ka ndodhur? A ishte kjo një kundërpërgjigje ndaj konflikteve, problemeve me presidentin Trump, apo kishte edhe gjëra tjera që nuk i dim? Dhe ju i dini sepse jeni në Bruksel me dekada tashmë.
Jo, rastet të tilla zakonisht arsyetohen me detyrime tjera që ka kancelari, por nga përvoja ime nuk mund të gjejnë ndonjë rëndësi më të madhe se sa që ka një summit ku takohen liderët e gjithë kontinentit evropian pa Rusinë dhe Bielorusinë, sepse i tillë është forumi i bashkësisë politike evropiane që pati summitin dje në Yerevan. Vërtet, summitet e tilla janë jo formale, sepse i tërë ky forum është jo formal dhe në të nuk ka vendime zyrtare. Por situata në Evropë dhe më gjerë në botë ka qenë e tillë që do të duhej ta detyronte kancelarin gjerman si njeriu kryesor në Evropë që të merr pjesë edhe në diskutime të tilla, sidomos pasi temat kryesore ishin situata në Evropë, konektiviteti, por edhe furnizimi me energji. Eksakt, po pse nuk mori pjesë, si mendon? Arsyetimin nga Gjermania ishte se ai kishte detyrime tjera. Jo, përtej asaj që thuhet zyrtarisht. Përtej asaj që themi që thuhet zyrtarisht në fakt. Nuk mund të besoj që të ketë ndonjë prapavi politike, mund të ketë diçka nga çështjet e brendshme në Gjermani. Të mos harrojmë se më duket sot apo nesër mbushen pikërisht një vit prej kur Merz ka filluar mandatin si kancelar gjerman. Nuk është dëshmuar si suksesshëm. Gjermania po përballet me sfida të mëdha si pasojë e gabimeve të gjata strategjike që ka bërë Gjermania, sepse ndonë se Donald Trump ka përdorur gjithmonë një gjuhë jo diplomatike ndaj Gjermanisë, duke e fyer madje, ai në disa raste ka pasur të drejtë. Të rikujtojmë që në mandatin e parë Donald Trump thoshte se ne po investojmë për të mbrojtur Gjermaninë nga kërcënimet e Rusisë në kohën kur Gjermania po të njëjtës Rusi i jep miliarda euro për të importuar gaz të lirë nga Rusia. Për më tepër në atë kohë Gjermania veniste edhe ndërtimin e një naftësjellsi dhe gazsjellsi të ri me Rusinë në kohën kur të gjithë thonin se duhet të ulet varësia nga Rusia. Gjermania po përballet pasoja, kështu që mund të ketë ndjerë që duhet të punoj më shumë brenda partisë së tij dhe në Gjermani, ku është duke rritur e djathta ekstreme nga populariteti tek qytetarët. Por po e them prapë, vetëm të them se nuk besoj që raportet transatlantike të kenë pasur ndonjë rol këtu, sepse Gjermania apo Franca apo cilido antar i Bashkimit Evropian nuk mund të ketë raporte bilaterale tregtare me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me askën, sepse tregu i BE bashkët është një treg unik dhe çdo pengesë në raportet tregtare BE-SBA do i godes të gjitha vendet, e në rastin e industrisë automobileve më së shumti do të ketë dëme për industrinë Gjermania, patjetër. Agustin, të lutem, vazhdo të qëndrosh, dua që të shikojmë një aspekt tjetër të asaj që ndodhi në Yerevan. Për herë të parë pam Kanadan në një summit, në një forum që është tipik evropian. Kanadezët nuk kanë qenë më përpara dhe madje kryeministri kanadez aty, Carney, kishte një rol goxha protagonist, nëse mund ta themi kështu. Ai ka pasur goxha qëndrime kundër presidentit Trump, kërkon një Evropë e cila praktikisht të luaj rolin e vet duke marrë në dorë plotësisht fatet e veta që nënkupton më shumë se sa një autonomi evropiane nga Shtetet e Bashkuara. E ndjekim këtë material dhe rikthehen përsëri me Agustin Palokajn dhe me të ftuarin tjetër të cilin do ta kem në studio. Vetëm pas pak. Pjesëmarrja e kryeministrit Mark Carney shënoi herën e parë që një udhëheqës jo evropian merrte pjesë në një takim të komunitetit politik evropian. Ish bankieri e pozicionoi veten si e kundërta polare e Trumpit. Ai mbrojti një rend global të bazuar në rregulla, të ankoruar në liri, sundim të ligjit, demokraci dhe pluralizëm, dhe përshëndeti një të ardhme të përbashkët midis Kanadas dhe Evropës. Ne duhet ta përballojmë në mënyrë aktive botën ashtu siç është, jo ashtu siç dëshirojmë të jetë. Ne e dim që nostalgjia nuk është strategji, por ne nuk mendojmë se jemi të destinuar të nënshtrohemi një botë më transaksionale, izoluese dhe brutale, tha Carney duke i bërë jehon fjalimit të tij në fillim të këtij viti në Davos, ku ai paraqiti një koalicion fuqish të mesme për t'u kundërvënë Shteteve të Bashkuara dhe Kinës.
Është pikpamja ime e fortë personale se rendi ndërkombëtar do të rindërtohet, por do të rindërtohet nga Evropa, dhe kështu e vlerësoj shumë simbolikën e kësaj ftese, do të thoshte ai. Atëherë, Agustina, po shohim një riformatim aleance midis Evropës dhe Kanadas. Ndërkohë që të rikujtojmë vetëm para pak kohësh, para administratës Trump, aleanca më e fuqishme që shihnim vëllazërore realisht ishte midis Shteteve të Bashkuara dhe Kanadas. Si mendoni? Po, Qësësi rendi botëror nuk është si që ka qenë, dhe me Donald Trumpin në shtëpinë e bardhë do të jetë shumë e paparashikueshme situata globale, sepse Trump ndryshon qëndrimet, ai jep deklarata të ashpra kundër aleatëve, i ofendon ata, i quan të tmerrshëm me kështu me radhë. Unë do të pajtohesha me zëvendës presidentin J.D. Vance se Amerika ja don të mirën Evropës. Por kjo administratë amerikane, sidomos J.D. Vance, e do një Evropë ku do të sundonte e djatha ekstreme, ata që kanë një politikë të ashpër kundër emigracionit dhe të cilët migrantët i konsiderojnë si fajtorë për gjithçka që ndodh. Për fat të mirë të moderuarve në Evropë u dëshmua në rastin e Hungarisë se mbështetja nga kjo administratë amerikane nuk po i ndihmon të djathës ekstreme. Madje me ironi thonë se nëse dëshiron dikush që të humbe djatha ekstreme, duhet t'i lusë amerikanët që ta mbështesin, siç mbështetën zotin Orban në Hungari. Por, në anën tjetër, vetëm të sqaroj një gjë, Kanada është përtej Atlantikut. Pra edhe raportet evropiane me Kanadan janë raporte transatlantike. Në anën tjetër, duhet ta pranojmë se Kanada nuk e ka fuqinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por Kanadaja përfaqëson atë që ishte tradicionale nga Amerika e Veriut, pra nga Kanada dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës në raporte me alëtët evropian. Dhe unë besoj që në Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk do të ketë tentime për ta shkatëruar NATO-n, por në anën tjetër edhe nëse do të ketë tentime të tilla, atëherë republikanët në Kongres do të kundërvyen dhe Trump nuk do të arrijë këtë qëllim. Do ta bllokojnë, e kuptoj. Po sepse për të dalë nga NATO-ja dhe për të marrë disa vendime, nevojitet edhe shumica në Kongres, në këtë rast e kanë republikanët, po as republikanët, sa i përket raporteve brenda NATO-s, nuk janë tërësisht në anën e presidentit Trump. E qartë. Agustin, vazhdojmë të qëndrojmë në linjë bashkë, ndërkohë kam profesor Xhavid Shalën në studio, ekspert të sigurisë. Faleminderit shumë, profesor, që jeni me ne sot. Pyetja për ju në fakt është ndoshta pak më specifike. Një bashkëpunim evropiano-kanadez, do të cillte më shumë siguri në Evropë, apo do të cillte më shumë siguri për Kanadan? Pra, kush përfiton më shumë në një marrëdhënie të tillë? Në këndvështrimin tim fiton qytetërimi perëndimor, fitojnë të dy palët. Kanadaja është pjesëmarrëse në luftrat në Europë, kur ka pas problem Europa me fashizmin, Kanadaja ka qenë pjesëmarrëse në luftë, pra ka qenë herët e lidhur me Europën, ndërkohë që ka qenë pjesë e kulturës kanadeze të strategjisë bashkëpunimi me vendet të cilat luftojnë për drejtësi, të cilat kërkojnë të mbështesin, të respektojnë të drejtën ndërkombëtare. E kuptoj. Pra është në traditën e Kanadas të mbajë këtë qëndrim. Dhe ata kanë pjesë të kulturës së tyre strategjisë që të jenë prezent në ngjarje të rëndësishme, duke dhënë shembullin e tyre. Pra e quajnë shumë të rëndësishme këtë pjesë të kulturës së tyre dhe ata gjithmonë janë pothuajse të parët edhe në dhënien e ndihmave në rast të fatkeqësish nëpër vende të ndryshme të botës. Pra e kanë këtë kanadezët dhe një bashkëpunim me Europën është natyrshme, është brenda sistemit, brenda qytetërimit, po themi brenda hemisferës perëndimore dhe kanadezët nuk do të mendoja që e bëjnë kundërpeshtë amerikanëve, sepse pjesë e kësaj kanë qenë edhe amerikanët pavarësisht kanadezët e bëjnë natyrshëm. E bëjnë natyrshëm, e quajnë pjesë, unë e quaj pjesë të tyre, pjesë të këtij interesi. Ndërkohë, profesor, dua që të diskutojmë pak, edhe Agustin e kam online, dua që të diskutojmë pak presidentin e Ukrainas në këtë forum, në Yerevan të Armenisë.
Çfarë kërkoi Zelenski, si ishte pritja që ju bë? E ndjekim të materialet dhe dua të rikthehem me pyetjen, nëse samiti i Yerevanit prodhoi diçka konkrete për Ukrainën, apo jemi akoma në fazën e fjalëve, të deklaratave, të mbështetjes duke rrahur supet, a ka diçka konkrete? E ndjekim të material dhe vazhdojmë ta diskutojmë bashkë. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelenski trajtoi një çështje të nxehtë, që ka ndar ashpër kryeqytetet evropiane, mundësinë e angazhimit në bisedime të drejtë për drejta me Kremlinin. Ne, tha ai, duhet të gjejmë një format diplomatik të zbatueshëm dhe Evropa duhet të jetë në tryezë në çdo bisedë me Rusin. Jemi në kontakt, tha Zelenski, me Shtetet e Bashkuara dhe i kuptojmë pikpamjet dhe qëndrimet e tyre, por do të ishte mirë të zhvillohej një zë i përbashkët evropian për bisedimet me Rusin. Në Yerevan, udhëheqësit shmangën me kujdes deklaratat që mund të përshkallëzonin tensionet. Agresioni rus ndaj Ukrainës ishte arsyeja sepse u krijua Komuniteti Evropian në radhë të parë. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte deklaroi se evropianët e kishin kuptuar mesazhin në lidhje me zhgënjimin e Shtëpisë së Bardhë, ndërsa përfaqësuesja e lartë Kaja Kallas tha se kontinenti ishte gati të rriste kontributet e tij ushtarake në mbrojtjen e përbashkët. Atëherë, Agustin, presidenti i Ukrainës është shumë i qartë. Ai kërkon që Evropa të jetë në tryezë në bisedimet me Rusin. Në fakt, ai ka qenë edhe problemi në atë që kemi parë negociatat e mëparshme, Shtetet e Bashkuara kanë negociuar dhe evropianët nuk kanë qenë aty. Dhe ky ka qenë një nga ato përplasjet e, le të themi, fillimit të administratës së dytë Trump. Mendon që tani do të shohim një angazhim më të fortë evropian, po flas gjithmonë për bisedimet me Rusin. Pra që do t'jenë të pranishëm në atë tryezë ku diskutohet fati i Ukrainës. Kjo çështje është paksa më e komplikuar. Bashkimi Evropian e ka përjashtuar veten nga procesi negociatave, siç e përjashton nga çdo krizë globale, pikërisht për arsye se BE-ja nuk është në gjendje të flasë me një zë për asgjë. Prandaj po të ishte në tryezë BE-ja, çfarë do të sjellte në atë tryezë, çfarë qëndrimi do të kishte. Për secilin qëndrim, përfaqësuese e lartë Kaja Kallas duhet të pyes të gjitha 27 vendet anëtare të Bashkimit Evropian dhe kur politika e jashtme bazohet në parimin e konsensusit, atëherë ai konsensus është emërtuesi më i ulët, që në fakt del si pasojë një BE me një qëndrim të paqartë. Prandaj nuk besoj që BE-ja do të jetë ndonjë faktor. Por kur themi Evropa, mund të jenë fuqitë më dha, sepse sa i përket Ukrainës, detyrimeve në rast të një marrëveshje të paqes, atëherë unë pres një rol më të madh të përbashkët të grupit të udhëhequr nga Franca, Britania e Madhe, Gjermania dhe vendet e vullnetit të mirë që duhet të angazhohen, por nëse kërkohet një angazhim formal përmes strukturave të Bashkimit Evropian, atëherë nuk pres që të ndodhë një gjë të tillë. Në anën tjetër, Evropa gjithmonë e ka atë porosinë kryesore që asgjë për Ukrainën nuk mund të vendoset pa pajtimin e Ukrainës dhe asgjë që ka të bëjë me të ardhmen evropiane të Ukrainës nuk mund të vendoset pa Bashkimin Evropian. Kjo për shkak se ka zëra që Shtetet e Bashkuara dhe Rusia mund të pajtohen që pjesë e marrëveshjes së paqes të jetë anëtarësimi i Ukrainës në Bashkimin Evropian. Pasi një gjë e tillë është e pamundur të ndodhë shpejt, atëherë do të fajsohej ja Bashkimi Evropian për dështimet në rast se nuk do të jenë në gjendje të anëtarësojnë Ukrainën një shpejt të madhe në BE dhe unë nuk besoj që një anëtarësi në Ukrainës është i mundur kaq shpejt, e kuptoj. Jo, është i mundur, po jo me shpejtësinë të për të cilën ne flasim në mënyrë të papërgjeshme. E kuptoj. Ndërkohë, profesor, po flasim për negociata të cilat e para janë shumë të vështira. E dyta, deri tani nuk kanë prodhuar sukseset, mos harrojmë që po bëhen 4 vjet luftë atje. Mendon që kjo kërkesë e presidentit Zelenski ka një background, pra ka një diçka prapa të rëndësishme, pra apo kërkon ai që kjo për cilën po flasim, Aleanca Transatlantike, të jetë e tillë edhe në rastin e bisedimeve me Rusin për Ukrainën? Presidenti Zelenski ka shumë arsye të forta që kërkon prezencë evropiane dhe vetë Europa ka synuar që të jetë
të gjejë një format për të qenë prezent në tavolinën e bisedimeve. Edhe ku nuk e ka arritur ato takime që janë bërë midis apo po e themi negociatat midis Trumpit dhe Putinit, gjithmonë Europa është përpjekur të gjejë një format për të dhënë mendimin si Bashkimi Evropian dhe për të treguar që është për krah Ukrainës dhe për të bërë presion Trumpit për të mos i bërë lëshime Rusisë. A ka pasur sukses? Suksesi një herë shumë rëndësishëm që kanë mbetur kanalet e komunikimit të hapura dhe suksesi në këtë rast ka qenë sepse janë bërë disa takime, disa formate, sidomos pasi u konfiguru një treshe e fortë pra europiane, Franca, Gjermania dhe Anglia, të cilët bën disa samite, një herë në Berlin, një herë në Paris, samiti i Londrës, pra janë disa që kanë paraqitur dhe bile kanë paraqitur edhe plane. Ka qenë një plan 12 pikësh europian. Nëse mund ta themi, mbetet situatë e hapur. Situata është hapur dhe në këto kushte sot kur Shtetet Bashkuara janë angazhuar në një konflikt tjetër, kur ndihmat pothuajse dhe për vitin 2007 e kanë deklaruar amerikanët që s'do ketë asnjë ndihmë për Ukrainën, është edhe një ndihmë e mbetur e kaluar e miratuar më përpara nga si më duket është i 400 milion dollar që ka mbetur që do levrohet, besohet se do levrohet, kështu që është Evropa ajo që do ta mbajë ngarkesën kryesore dhe presidenti edhe përpasoj duhet të ketë vende që i takon. Nga ana tjetër, duke qenë edhe Europa në tavolinën e negociatave, kur them Europa mund të jetë një treshe kryesore europiane sepse Trumpi ka alergji nga Bashkimi Evropian si organizat. Është ajo që po thotë Agustini, atë tha Agustini, pra bëhet fjalë për individualisht fuqitë më të mëdha evropiane. Dhe nuk mund të shpangën fuqitë sepse këto tashmë mbas 2026-s, këto do marrin barrën kryesore. Por ndërkohë, profesor Agustin, kemi një ndryshim në le të themi në këtë gjeopolitikën e Evropës. Fakti që presidenti Zelenski shkon për herë të parë në Yerevan, duhet thënë për herë të parë, dhe shkon në Armenin, e cila të paktën deri vonë është perceptuar si një aleate, si një proksi e Moskës, dhe duhet thënë gjithashtu që marrëdhëniet mes dy vendeve, pra mes Armenisë dhe Federatës Ruse, patën atë krisjen e madhe që nuk u riparua ndonjëherë me atë që ndodhi me Karabakun, pra marrjen nën kontroll të atij rajoni nga Azerbajxhani. Dua që ta diskutojmë këtë se si ndryshojnë, sa fluide janë këto aleanca dhe si ndryshojnë në varësi të interesave kombëtare të secilit vend në Evropë. Ndjekim përsëri një material për pak sekonda dhe kjo do të jetë edhe pyetja ime për ju. Pra sa fluide janë aleancat në Evropë dhe sa të kujdesshëm duhet jemi në fundit. Ndjekim Zelenski në Armeni, në këtë vend që njihej deri vonë si sateliti i Rusisë. Ka një udhëheqës, prania e të cilit në Yerevan e bën Moskën edhe më të zemëruar se sa vizitat e udhëheqësve të Bashkimit Evropian apo sekretarit të përgjithshëm të NATO-s, dhe është presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelenski. Për Zelenskin kjo përfaqësonte vizitën e tij të parë në Armeni, që kur mori detyrën në vitin 2019, ndërkohë që ishte vizita e parë e kreut të shtetit Ukrainas në Armeni në 24 vjet. Në takimin me Pashinyan, Zelenski tha se ishte e rëndësishme që dy vendet të rivendosin dialogun aktiv. 10 ditë më parë, në një deklaratë pranë presidentit të Azerbajxhanit, Ilham Aliyev në Gabala, pranë kufirit me Rusin, Zelenski tha se është gati të takohet me Putin në Azerbajxhan, pasi bisedime diplomatike të udhëhequra nga Shtetet e Bashkuara kishin ngecur javët e fundit. Duke ngritur çështjen e procesit diplomatik të paqes me Pashinyan, Zelenski duket se zgjeron gamën e vendeve të mundshme për një takim me Putin. Dhe pikërisht kjo është pyetja. Pra, aleanca fluide ishin deri në një moment, nuk janë më. Karabaku është ai që i prish këto aleanca, ndërkohë me sa duket presidenti i Ukrainës e lë të hapur edhe një mundësi tjetër pra për bisedime që ndoshta mund të mbahen në Yerevan, duke pasur parasysh marrëdhëniet e dikurshme të Armenisë me Federatën Ruse. Agustin, sa të kujdesshëm duhet jemi duke pasur parasysh se si ndryshojnë këto aleanca me kaq shpejtësi, qoftë edhe për një interes të vetëm kombëtar të një vendi të caktuar. Kjo Linda dëshmon atë thënien se nuk ka aleanca të përhershme, por ka vetëm interese. Eksakt. Dhe samiti në Yerevan
ka një simbolik të fuqishme në disa aspekte. Së pari, vetë fakti se samiti u zhvillua atje, është një mesazh për Rusinë se Armenia po kthehet, po ka një orientim pro-perëndimor. Në anën tjetër, në atë summit, ndonë se jo fizikisht, por përmes një videolidhje, mori pjesë edhe Aliyev, lideri Azerbejxhanit. Kështu që edhe kjo dëshmon se edhe raportet mes Armenisë dhe Azerbejxhanit po hynë në një fazë të re. Por nëse do të ndodhë ndonjë takim në territorin e Azerbejxhanit mes Putinit dhe presidentit e Rusisë të Ukrainës Zelenski, me siguri do të ndodhte në praninë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Nuk besoj se Azerbejxhani do të mund të ishte ndërmjetësues. Vetëm t'i kthejmë edhe një herë rolit evropian. Bashkimi Evropian me gjithë mangësitë që ka është mbështetësi më i madh i Ukrainës. Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk japin më armë për Ukrainën, por armatimi amerikan që shkon në Ukrainë paguhet nga Bashkimi Evropian. Kështu që evropianët gjithmonë kur takohen, edhe pse nuk janë të pranishëm, çojnë mesazh edhe në Washington edhe në Rusi që Zelenski nuk është vetëm dhe ata qëndrojnë prapa tij. Prandaj Evropa vazhdon të përsërisë se nuk mund të ketë një zgjidhje për Ukrainën pa pajtimin e Ukrainës. E qartë. Profesor, pyetja ndoshta pak më specifike për ju. Diskutojnë dy vende, Azerbajxhani dhe Armenia, patën një konflikt për Nagorno-Karabakun, janë dy vende që përpaksa nuk filluan një luftë të gjatë mes tyre, ndërkohë janë dy vende kandidate ku realisht ndoshta mund të kemi bisedimet e ardhshme për të mbyllur konfliktin midis Rusisë dhe Ukrainës, me Rusinë si agresore ndaj Ukrainës. Sa të rëndësishme janë vende të tilla, se jo gjithmonë i shohim, i vëmë re, ndonjëherë kalojmë edhe tangent, do të thonë, Azerbajxhanin merremi kryesisht me naftën, për Armeninë kryesisht për konfliktin për Nagorno-Karabakun. Sa të rëndësishme janë vende të tilla në këtë gjeopolitikën evropiane? Absolutisht, e përmendi pak dhe kolegu që këtu flitet për shtetet, marrëdhëniet e tyre për shtetet nuk ka miq dhe armiq të përhershëm, ka interesa të përhershme. Janë interesat kombëtare ato që do dominojnë në çdo rast. Dhe në këtë rast ky aktivitet ishte një aktivitet i rëndësishëm, një forum i rëndësishëm politik edhe për vendin organizator, pra ku mbajt në Armeni. Dhe prezenca e Zelenskit, për dalë ke pyetja që bët, prezenca e Zelenskit është shumë e rëndësishme se Zelenski mban një aktivitet të gjallë diplomatik sepse i duhet për të vazhduar mbështetjen dhe për të siguruar mbështetjen dhe për të përgatitur edhe opinionin brenda Ukrainës dhe jashtë Ukrainës për luftën e drejtë që po bën. Eksakt, po edhe mban një qëndrim proaktiv në raport me negociatat, se këtë po diskutojmë tani. Dhe ai tashmë me sa duhet po kërkon si me lezet t'i shmang, kërkon një takim direkt, pra të përfshirë në Europianet. Por jo në Moskë. Jo në Moskë, asë që nuk diskutohet takimin në Moskë, por pra i ka ofruar dy mundësi, pra ose Azerbajxhanin ose Armenin, pra sepse këtë dyja është diskutuar. Nuk po them që janë proksit e Rusisë, por janë vende që kanë qenë pjesë e Bashkimit Sovjetik. Pjesë e Bashkimit Sovjetik, kështu që në një farë mënyrë edhe Rusia ka besimaj sa mund të ketë aty, kështu që mund të bëhet një vend organizator i takimit. Pra mund, sepse Putini e ka përmendur që në Europën e qunë shumë të njëanshme në raport me Ukrainën. Po do të ishte nga vendet e ish Bashkimit Sovjetik për ta përmbyllur. Për ta përmbyllur, po, është një nga ato dhe është hera parë që përmenden në fakt edhe nga po prandaj po flasim për ato çka pas prindave nga presidenti i Ukrainës dhe ai e shef që Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë angazhime tjera shumë të mëdha dhe nuk për momentet nuk jo vetëm që ngelin mbrapa si proces negociator, po nuk kanë kohë të merren me këtë problem. E kuptoj. Dhe ndërkohë, pati dhe diçka shumë interesante dhe këtë herë jemi më afër kufive tanë dhe bëhet fjalë pikërisht për Çipron. Christodoulides, që është presidenti i Çipros greke me kryeqytetin Nikozia, në fakt është ai që po udhëheq një nis për mbrojtjen evropiane.
Arsyeja pse duhet të rikujtojmë, të kthehemi pak ditë ose javë tashmë mbrapsht në kohë, raketa iraniane që goditi më afër në këtë pjesën tonë të botës ishte pikërisht në Qipro, në një bazë britanike. Por cila është kjo, për çfarë bëhet fjalë pra për këtë klauzol të mbrojtjes evropiane? E ndjekim pak të material dhe dua që ta diskutoj pikërisht me Agustinin, po në këtë fokus. Pra, është e mundshme që të shohim një mbrojtje të vërtet evropiane bazuar në klauzolat që vetë Bashkimi Evropian i ka në fakt, i ka të gatshme aty, por a mund të zbatohen dhe të shtyhen edhe më përpara. E ndjekim të materialet dhe i rikthehemi. Presidenti Qipriot, Nikos Christodoulides, ka udhëhequr nismën që udhëheqësit e Bashkimit Evropian të përcaktojnë se si mund të duket klauzola e mbrojtjes së ndërsjellë të bllokut dhe si mund të përdoret për të mbështetur sigurinë e Unionit. Kjo çështje është diskutuar në një takim me dyert të mbyllura të Komitetit Politik dhe të Sigurisë në Yerevan. Christodoulides ka ngritur zërin që muajin e kaluar në një takim jo formal midis udhëheqësve evropian në kryeqytetin e Qipros Nikozia, një muaj pasi një dron i prodhuar në Iran goditi një bazë ushtarake britanike në ishullin mesdetar. Neni 42.7 i Traktatit të Bashkimit Evropian përcakton se nëse një shtet antar është viktim e agresionit armatosur në territorin e tij, vendet e tjera të BE-s kanë detyrimin për ndihmë dhe asistencë. Diskutimet rreth klauzolës shpërthyen për herë të parë kur presidenti amerikan Donald Trump përsëriti kërcënimet e tij për Groenlandën. Ndërkohë unë vazhdoj të diskutoj, ndërkohë që shohim të material, vazhdoj të diskutoj me profesorin në studio dhe po më thotë që Qiproja nuk është antare e NATO-s dhe kjo është arsyeja pse po kërkon këtë mbrojtje evropiane, pra klauzolën e mbrojtjes evropiane. Agustin, për vende të tilla si Qiproja dhe me probleme të brendshme, natyrisht, të tjera, Qiproja vazhdon të jetë e ndarë, përpjekjet për ta bashkuar nuk kanë funksionuar deri tani, mendon që është eksaktësisht vendi që ka interesin ndoshta më të madh për ta bërë këtë mbrojtje evropiane që të jetë funksionale. Jo, Linda, Qipra nuk ka asnjë rol të rëndësishëm, nuk është ide e Qipros, nuk është fuqia e Qipros, as fakti që është sulmuar, është vetëm fakti se në këtë moment Qiproja ka presidencën e radhës së Bashkimit Evropian, prandaj në këtë rol po e shfrytëzon këtë mundësi? Jo, po e shfrytëzon, e ka detyrë. Ideja ka lindur brenda Bashkimit Evropian tek shërbimi veprimit të jashtëm të BE-s, në kohën kur ka filluar Washingtoni ta vënë gatishmërinë amerikane për të qenë besnik ndaj traktatit të NATO-s, ndaj artikullit 5 të NATO-s, i cili thotë se sulmi ndaj një shteti NATO-s është sulm ndaj të gjithë aleatëve dhe të gjithë duhet ta mbrojnë. Dhe në këtë mënyrë, duke marrë si shembull NATO-n, brenda Bashkimit Evropian ka një ide që të ketë një parim të tillë brenda Bashkimit Evropian në rast se NATO-ja nuk do të veprojë. A mund të funksionojë? Nuk është vend antar i NATO-s. Po, a mund të funksionojë? Nëse pajtohen vendet antare, mund të funksionojë gjithsesi, sepse aty nuk flitet vetëm për ndihmë ushtarake, për ndërhyrje, siç është në rastin e NATO-s, por flitet për solidaritet dhe kjo funksionon në disa fusha. Qiproja për më tepër ka qenë pengesa kryesore e bashkëpunimit të drejtashëm të Bashkimit Evropian me NATO-n, sepse kemi Turqinë në NATO e cila nuk do që të ketë bashkëpunim më të thellë me. Po edhe Greqinë, kemi edhe Turqinë edhe Greqinë, kështu që Jo, se Greqia është antare të dyjave, ndërsa Qiproja nuk është. E Turqia nuk është antare e Bashkimit Evropian. Kështu që Qiproja në BE dhe Turqia në NATO në të kaluarën kanë qenë... Jo, po flasë për aleancën, po flasë për NATO në kisha fjallën. Pra, qoftë Greqia, qoftë Turqia janë antaret NATO-s. Pra, do ta kundërshtonin, pse kundërshtohet antarësimi i Qipros? E kundërshton Turqia sepse nuk e njeh Qipron. Qipra nuk ekziston për Turqinë. Për të njëjtën arsye as Kosova nuk është as në partneritetin për paqë, as në NATO, përkundër premtimeve apo pohimeve se nuk të bëhet antare. Që ta mbyll, Agustin, po, që ta mbyll këtë pjesë, për këtë pyetje, për ta thënë shkurt në mënyrë shumë koncize. Pra, kjo që po bëjnë qipriotët grek, pra ka një mundësi reale që të kemi një mbrojtje evropiane të tillë me klauzola të tilla të zbatueshme. Jo thjesht të shkruara në letër dhe apo shkojmë drejt kësaj?
Apo shkojnë drejt kësaj? Po shkojnë drejt kësaj dhe për çudi punën që po e bën Shqipëria do e vazhdojë tjetër që nuk është antar i NATO-s, ajo është Irlanda. Sepse Irlanda do e ketë kryesimin e radhës. Prap dua të them se nuk ka lidhje kjo me Shqipërin as me Irlandën, po me Bashkimin Evropian dhe Këshilli i Bashkimit Evropian apo Këshilli Evropian që janë liderët e vendeve anëtare, gjithmonë diskutimet i bëjnë me udhëheqjen e kryetarit të Këshillit apo kryesuesit të radhës në këtë rast është Shqipëria. E kuptoj. Agustin, dua të pyes për diçka shumë specifike. Në fakt është një takim që duhet të mbahet sot midis përfaqësuesit të Bashkimit Evropian dhe përfaqësuesit amerikan për çështjen e marrëveshjeve tregtare, pra për tarifat, ajo që filluam që në fillim me problemin paralajmërimin e presidentit Trump për një tarifa 25% për makinat e prodhuara në vendet e BE-s, që në fakt penalizon më shumë ti Gjermanin. Dua që ta shikojmë pak bashkë këtë material të shkurtër dhe do doja t'ju pyes, a ka shpresa që përsëri të ketë një marrëveshje midis evropianëve dhe amerikanëve si ajo që u bë midis presidentit Trump dhe von der Leyen? Marrëveshja Turnbury është ende në negociata midis qeverive të Bashkimit Evropian dhe ligjvënësve, para se të hyjë në fuqi nga ana e BE-s. Komisioni ka paralajmëruar se nëse Shtetet e Bashkuara ndërmarrin veprime që konsiderohen të papajtueshme me marrëveshjen, ajo rezervon të drejtën për të shqyrtuar të gjitha opsionet. Komisioneri Evropian për tregtin Maroš Šefčovič është planifikuar të takohet me homologun e tij amerikan, Jamieson Greer, të martën, mes tensioneve në rritje midis bllokut dhe Shteteve të Bashkuara, pas njoftimit të presidentit Trump për një tarif të mundshme prej 25% ndaj makinave që BE eksporton në Shtetet e Bashkuara. Diskutimet u japin të dyja palëve një mundësi për të lehtësuar tensionet, pasi Trump sinjalizoi masa që do të shkelnin marrëveshjen tregtare midis BE-s dhe Shteteve të Bashkuara, që u ra dakord verën e kaluar në Turnbury në Skoci, midis Trump dhe presidentes së Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, e cila kufizon tarifat e Shteteve të Bashkuara mbi mallrat e Bashkimit Evropian në 15%. Legjislatorët duhet të bien dakord mbi modalitetet për uljen e tarifave të BE-s për mallrat amerikane në zero, siç përcaktohet në marrëveshje. Atëherë, Agustin, si mendon, do të ketë sukses, pra nuk do të vihet ai 25% i paralajmëruar nga Trump? Po, së pari të sqaroj se nuk synohet ndonjë marrëveshje e re, por vetëm zbatimi i asaj që presidenti Trump dhe presidentja von der Leyen ishin pajtuar në verën e vitit të kaluar. 15%. Bashkimi, po maksimumi 15%, ndërsa për disa mallra ndoshta edhe 0. Por të sqaroj se ajo nuk ka qenë një marrëveshje klasike tregtare e cila do të nënshkruhej e pastaj do të ratifikohej dhe të hynte në fuqi, por ka qenë një pajtim politik, një marrje e obligimeve politike që duhet pastaj të zbatohen duke i futur në kornizën ligjore të Bashkimit Evropian. E këtu pastaj rol kanë të gjitha vendet anëtare të Bashkimit Evropian dhe Parlamenti Evropian, që si pasojë ka edhe zhagitjen e këtij procesi. Pra, është shumë afër Bashkimi Evropian që të kryejë këtë detyrim, ndërsa kërcënimet e presidentit amerikan i shoh si trysni që BE-ja ta bëjë këtë hap sa më shpejt. Në anën tjetër kemi pasur edhe mos pajtime rreth interpretimit të obligimeve që janë marrë me atë marrëveshje, sepse Trump thoshte se evropianët do të investojnë me qindra miliarda dollar, do të fisin të prodhojnë automobilat e tyre në Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kështu me radhë, por interpretimi i tij nuk ka qenë i njëjtë siç ka qenë interpretimi i evropianëve. Gjithsesi, Bashkimi Evropian insiston është mjaft përgjegjës në këtë aspekt dhe nuk dëshiron një luftë tregtare e cila do të kishte pasoja të mëdha edhe për evropianët edhe për amerikanët. Por tash pakatën janë mësuar me kërcënimet e presidentit Trump dhe i shohin si trysni, e nëse Trump i realizon ato kërcënime, atëherë Bashkimi Evropian së paku në aspektin tregtar
ka mjaft mjete për të kundër përgjigjur, apo jo? Po, sepse për kundër dobësive që i ka BE-ja në aspektin politik dhe ndoshta edhe ushtarak, në aspektin tregtar Bashkimi Evropian shumë i fuqishëm. E qartë. Agustin, një pyetje të fundit kam për ty. Shqipëria sot ka marrë në fakt një lajm shumë të mirë. Komisioni i jashtëm ka kaluar raportin për Shqipërinë, ka vlerësuar reformat dhe jemi si duket në rrugë të mbar për të bërë pjesë e BE-s atë që kemi kërkuar prej dekadash tashmë. Mendoni që procesi i zgjerimit, Malizi, Shqipëria do të ecë përpara me shpejtësinë e duhur dhe a do ndikojë kjo situatë gjeopolitike për ta përshpejtuar këtë proces? Po, së pari të sqaroj se Komisioni i Politikës së Jashtëm i Parlamentit Evropian ka miratuar raportin, kështu që ky raport nuk ndryshon asgjë në rrugtimin e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian, pos që është lajm i mirë se konstaton se Shqipëria është duke bërë progres në këtë rrugë, por gjithashtu edhe jep vërejtje që Shqipëria duhet të bëjë më shumë në luftë kundër krimit të organizuar, korrupsionit, në respektimin e pavarësisë së gjyqësorit, në reformën e administratës publike, lirinë e shprehjes e kështu me radhë. Aty ku Shqipëria është duke pritur, është miratimi një raporti të ndërmjetëm për përmbushjen e kritereve në fushën e sundimit të ligjit dhe këtë duhet ta bëjnë vendet anëtare. Komisioni Evropian ka propozuar atë që quhet IBAR, pra atë raport, por nuk është miratuar akoma nga vendet anëtare sepse disa kanë disa dyshime dhe derisa të mos miratohet ai raport, Shqipëria nuk do të mund të mbyllë asnjë kapitull. Përparimi për të cilin flitet është progresi arritur vitin e kaluar dhe këtë periudhë mbulon edhe ky raport i miratuar sot në Komisionin e Parlamentit Evropian. Por gjithsesi dinamika që e kemi parë vitin e kaluar nuk është pasuar këtë vit akoma, por presim ndoshta që gjatë muajit qershor të miratohet ai raport që përmenda në mënyrë që Shqipëria të nisë të mbyllë kapitujt, sepse mbyllja e kapitujve është më e rëndësishme se sa hapja. Dhe këtu Malizi, ndonë se përmendëm Shqipëria dhe Malizi pararoj Shqipërisë në këtë proces, akoma Malizi është shumë para Shqipërisë sepse ka mbyllur deri tash 16 kapituj dhe Bashkimi Evropian tashmë ka miratuar vendimin për të nisur punën për draftimin e traktatit të antarësimit me Malinezi. Kështu që procesi po vazhdon, tash është me ritmin e pritur apo jo, mendoj që Shqipëria duhet të veprojë sa më shpejt në mënyrë që ta kap hapin, nëse jo me Malinezi, sepse mund të jetë edhe i pakapshëm për shkak të dallimit që ekziston, por së paku që deri në fund të vitit që vjen të realizojë qëllimin për të mbyllur procesin e negociatave. E kuptoj. Agustin Palokaj, faleminderit shumë vërtet që ishit me ne sot. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Falenderoj po ashtu. Miqtë e mi, për ta mbyllur këtë blok të parë të gjatë, po kishim shumë çështje për të diskutuar. Në fund, si më thënë, për t'i vënë kokën të gjithë kësaj bisede, Armenia ishte vendi pritës ku u mbajt ky samiti i Komunitetit Politik Evropian, shumë i rëndësishëm. Fakti që mbajt në Armeni është një tregues i rëndësishëm i shkëputjes dhe largimit të këtij vendi që dikur ishte sateliti i Rusisë, i cili ripozicionohet tashmë në anën e Bashkimit Evropian. Do të ndjekim këtë material për të kaluar në fakt menjëherë në bllokun e dytë, ku sigurisht që do të flasim për Iranin. Një muaj para zgjedhjeve parlamentare të shumë pritura, kryeministri armen Nikol Pashinyan përcaktoi trajektoren e politikës së jashtme të vendit me një qartësi të habitshme, duke pritur udhëheqësit evropian, sekretarin e përgjithshëm të NATO-s dhe madje edhe presidentin e Ukrainës. Një skenë dikur e pa imagjinueshme për Armeninë. Udhëheqësit evropian, kryeministri i Kanadas, sekretari i përgjithshëm i NATO-s dhe presidenti i Ukrainës në një vend që prej kohësh konsiderohet si aleati më i ngushtë i Rusisë në Kaukazin e Jugut. Për Yerevanin, pritja e samitit të Komunitetit Politik Evropian dhe takimit BE-Armeni është një pikë kthese. Le të jemi të sinqertë, 8 vjet më parë askush nuk do të vinte këtu, deklaroi presidenti francez Emmanuel Macron. 8 vjet më parë, ky vend shihej nga shumë vende rreth Tryezës si një lloj sateliti de facto i Rusisë, tha ai. Presidenti francez vlerësoi kryeministrin armen Nikol Pashinyan për organizimin e revolucionit të Kadifejt dhe heqjen e rrezikut nga Rusia. Dhe ishte dhe ende sulmohet çdo ditë për shkak të kësaj, tha Macron. Marrëdhëniet e Armenisë me Rusinë janë tensionuar gjithnjë e më shumë.
pasi Azerbajxhani rimori plotësisht kontrollin e rajonit të Karabakut në vitin 2023. Në vitin 2024, Armenia pezulloi antarësimin në Organizatën e Traktatit të Sigurisë Kolektive, të udhëhequr nga Rusia. Në vitin 2025, Pashinyan deklaroi qëllimin për t'u bashkuar me Bashkimin Evropian në të ardhmen. Moska deklaroi kategorikisht se nuk do të toleronte lidhjet më të ngushta të Armenisë me Bashkimin Evropian, ndërkohë që presidenti rus Putin bëri një paralajmërim ndaj Pashinyan gjatë një takimi të rrallë dhe të tensionuar në Kremlin në prill, në një kërcënim jo aq të fshehur lidhur me furnizimet me gazin rus. Atëherë kalojmë në këtë blok të dytë, siç edhe tham që në fillim sot, Peter Hegseth, sekretari i luftës, ka konfirmuar se ky armpushim me të gjitha problemet që ka, sulmet kemi nga amerikanët thonë që kanë kapur 6 anije, ndërkohë iranianët e sigurt tashmë e provuar që kanë qelluar me dronë dhe jo vetëm në Hormuz, por edhe në Emirate, një nga vendet në Gjirin Persik. Do doja që të diskutojmë në këtë pjesë ato që mbetet tashmë pikpyetja e madhe. Pra, apo funksionon ky armpushim, apo do të vazhdohet nga palët me shumë kujdes që të ruajnë atë që mund të ruhet në mënyrë që të vazhdojnë negociata telefonike, siç ka thënë presidenti Trump. Dhe në fakt, profesor, do doja të shikojmë një material shumë të shkurtër për këtë dhe dua t'ju pyes juve. Kjo është pyetja. Pra, a do të vazhdoj ky armpushim apo po shohim, si më thon, fazën e fundit ndoshta para një rifillimi të luftimeve? E ndjekim të material dhe rikthehemi. SBA dhe Irani nisën sulme të reja në Gjirin Persik duke tronditur një armpushim të brisht. Breshëria e re e raketave dhe dronëve erdhi pasi presidenti SBA-s Donald Trump nisi një përpjekje të re të quajtur projekti Liria për të kaluar në përngushtit, cisterna dhe anijet e tjera të bllokuara. Disa anije tregtare në Gjirin Persik raportuan shpërthime ose zjarre, ndërsa SBA thanë se kishin shkatëruar 6 anije të vogla ushtarake iraniane. Ndërkohë, një port naftë në Emiratet e Bashkuara Arabe, i cili strehon një bazë të madhe ushtarake amerikane, u vu në flak nga raketat iraniane. Ministri i jashtëm i Iranit, Abbas Araghchi, tha se ngjarjet e së hënës treguan se nuk kishte zgjidhje ushtarake për krizën. Ai tha se bisedimet e paqes po përparonin me ndërmjetësimin e Pakistanit, ndërsa paralajmëroi SBA dhe Emiratet e Bashkuara Arabe që të mos tërhiqeshin në një kënet nga dashamirësit. Admirali amerikan Brett Cooper tha se i këshilloi fuqimisht forcat iraniane të qëndronin larg aseteve ushtarake amerikane në mision. Ndërkohë, autoritetet iraniane publikuan një hartë asaj që ata e quajtën një zonë të zgjeruar detare, tani nën kontrollin e tyre dhe që shtrihet shumë për te ngushticës duke përfshirë pjesë të gjata të vijës bregdetare të Emirateve të Bashkuara Arabe. Këta të fundit thanë se sulmet iraniane shënuan një përshkallëzim serioz dhe rezervuan të drejtën për t'u përgjigjur. Atëherë, kjo është pyetja për ju, profesor. Apo mban ky armpushim, a do të mbajë, se po shohim këto skërmitjet midis palëve, që duket që asnjëra nuk do ta fillojë, ta rifillojë, por në të njëjtën kohë ju e dini që shpesh ka ndodhur që një incident i vogël ka filluar një luftë të madhe botërore. Shiko, po faktikisht do duket 72 orë të ardhshme, nëse do të thellohen këto incidente të shkëputura, nëse do të thellohen, apo nëse palët pasaj do të kalojnë në, domethënë, deri tash mund të themi saktë që jemi para një përshkallëzimi të kontrolluar. Pra të dy palët kryejnë veprime, por i kontrollojnë ato deri në atë farmacë sa që të mos dytojnë palët tjetër të fillojë luftë hapur. Si Shtetet Bashkuara të Amerikës, ashtu edhe Irani. Zhvillimet janë interesante me iniciativën e presidentit Trump për hapjen, për fillimin e lundrimit të lirë ose lundrimit të sigurt. Duket është projektuar një korridor i ri detar, jo normalisht po në ngushticën e Hormuzit do kaloj, sepse por sidomos bëhet fjalë që të jetë ky korridor i ri detar të jetë afër brigjeve të Emirateve dhe të Omanit, ku duhet i bie, pra të mos jetë në pjesën e ujëra territoriale të Iranit për të mos u dhënë aty asnjë lloj arsye. Po kjo është ndoshta edhe arsyeja që iranianët kanë nxjerrë në fakt garda revolucionare për hir të së vërtetës. Kanë nxjerrë këtë hartën e re ku në fakt
ata shtyjnë ura territoriale. Kjo tash nxjerr jashtë synimin e Iranit për ta mbajtur nën kontroll edhe për ta menaxhuar edhe më pas konfliktit për të menaxhuar lundrimin detar. Por me sa duket ky është një plan i mirë menduar i Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe nga ana tjetër presidenti Trump ka bërë gjitha përpjekjet, janë aktivizuar rreth 100 avion dhe rreth 15.000 forca për të garantuar pikërisht këtë koridor të ri detar. Dhe këtu kanë kaluar disa anije të eskortuar. Problemi nuk është se do kalojnë 5 anije 10 anije, se 5 anije 10 anije mund të kalojnë. Puna është sepse janë mira anije, jetë një koridor normal që tjetë lundrimi i lirë dhe të mos jetë frika më, sepse është frika ajo që i detyron palët që mos të sado që të ofrosh eskortim, i detyron palët që të. Një pyetje profesor, që të japim përgjigje një herë mirë. Pra mendoni që do të mbaj ky armpushim apo është rreziku i rifillimit të luftimeve? Se në këtë pikë jemi tani. Të dy palët kanë interes që të ketë armpushim, sepse Irani për shkak të gjendjes ekonomike, për shkak të gjendjes ekonomike, por edhe sepse një fillim i luftave me përmasa tjera Irani do ta shkatërronte totalisht. Nga ana tjetër edhe Shtetet Bashkuara. Është ajo që thot presidenti Trump që do ta fshinte nga faqja e dheut? Nuk besoj se ai janë në vazhdim të asaj që bëri edhe kryeministri izraelit që do ta kthejmë në epokën e gurit, po nuk besoj se arrit deri aty. Irani është në prag kolapsi. Në këndvështrimin tim, nëse më mirë të vazhdoj bllokada detare se sa të bëhet një luftë. Me bllokadën detare ata do kalojnë kolaps dhe do të kenë problematika të brendshme me papunësinë, me inflacionin, me çmimet, me gjithçka. Kjo është ajo pasaj që sepse nëse bën një sulm nga jashtë, thjesht e kompaktson regjimin. Ndërsa nëse i ha probleme nga brenda, pastaj pra të thyet nga brenda. Po, të thyet nga brenda. Kam mendimin që presidenti Trump mund bëj me këtë nisëm që ka marrë për lundrimin e lirë, mund bëj një model bordit paqes, siç ishte për atë një bord sigurie për Hormuzin, mund të kërkohet më pas mund të kërkohet një rezolutë e Këshillit të Sigurisë, pra ai ka kërkuar të bëhet një koalicion sa më i zgjeruar dhe kjo do të jetë një zhvillim shumë interesant atë. Kjo përfundimisht kjo pastaj heq mundësinë Iranit që të bëjnë që ta kontrollojë. Dhe të vej tarifa. Do ta diskutojmë në momentin që kemi diçka, ndodh diçka konkrete dhe t'ja vëmë emrin, nëse do të kemi një bord të ngjashëm me atë të Gazës. Ai ka udhëzuar të gjithë diplomatët që të kontaktojnë me shtetet ku janë të atashuar për të kërkuar bashkëpunim me të gjithë shtetet për të marrë pjesë në këtë strukturën që po krijohet për sigurinë. Pastaj se si vjet emri, është i njëjti model. Pastaj më pas mund kalohet me rezolut, për ne po mendoja që mund ndodhi kështu. Profesor, faleminderit shumë që ishit me ne sot. Faleminderit shumë. Ndërkohë, miqtë e mi, në fund, edhe lidhet në fakt me këtë që po ndodh në gjirin persik, natyrisht kriza e naftës, por edhe kriza e karburanteve për avionët. Një problem shumë i madh është diskutuar tashmë në njërin nga vendet e Ballkanit Perëndimor, të Ballkanit në fakt duhet thënë, është Kroacia, aty ku ka një problem sepse po afron sezoni turistik, shqetësimi më i madh janë fluturimet, rritja e biletave, probleme të tjera, mund të ketë linja ajrore, të cilat nuk funksionojnë dot më. Kemi pasur një rast të ngjashëm në Shtetet e Bashkuara. E shohim pak këtë material dhe rikthehemi përsëri bashkë. Sezoni turistik veror në Kroaci po përballet me pasiguri të mëdha, ndërsa rritja e çmimeve të naftës dhe frika për mungesë karburanti për avionët po shqetësojnë operatorët e destinacioneve kryesore turistike si Dubrovniku. Çmimet e naftës u rritën me rreth 6% këtë fillim jave, pas përshkallëzimit të tensioneve në lindjen e mesme. Situata ka shtuar pasiguritë për industrinë ajrore, e cila tashmë paralajmëron një sezon të vështirë veror, me çmime të larta dhe rrezik për anulime fluturimesh. Sezoni është padyshim i ndërlikuar, sepse nuk ka ndodhur më parë që situata të ndryshojnë nga dita në ditë. Ne po përshtatemi vazhdimisht. As ne dhe as kompanitë ajrore nuk e dim se çfarë do të ndodhë me çmimin e naftës, por po përpiqemi të zbusim ndikimin negativ. Sipas shoqatës ndërkombëtare të transportit ajror, çmimi mesatar i karburantit për avion ka kaluar $180 për fuqi, duke rritur ndjeshëm kostot për kompanitë ajrore. Turistët tashmë po ndjejnë pasojat pasi çmimet e biletave janë rritur dhe po luhaten vazhdimisht, duke krijuar pasiguri për planet e udhëtimit gjatë verës.
ka shumë paqëndrueshmëri me çmimet e fluturimeve. Ata po bën gjithnjë dhe më të shtrejta dhe të paparashikueshme. Turizmi përbën rreth 1/5 e ekonomisë kroate, çka e bën vendin veçanërisht të ndjeshëm ndaj krizave të tilla. Edhe pse rezervimet aktuale janë më mirë se një vit më parë, operatorët vendas shprehin pasiguri se një rritje e mëtejshme e çmimeve të karburantit ose anulimet e fluturimeve mund të godasin rënd sezonin. Dhe për të parë çfarë ndodh në pjesën tjetër të botës, përveç këtyre zhvillimeve të mëdha, siç është Irani, Ukraina, çfarë ndodh me evropianët, ndjekim gjithmonë botën në 1 minutë. Një shpërthim në një fabrik fishek zjarresh në provincën Hunan të Kinës ka vrarë 21 persona dhe ka plagosur 61 të tjerë, duke nxitur një thirrje nga presidenti Xi Jinping për një hetim të plotë. Një shpërthim në minierën e Qymyrit në provincën Cundinamarca të Kolumbisë vrau 9 punëtor dhe la 6 të tjerë të plagosur. Shpërthimi ndodhi në minierën La Quiscuda të operuar nga Carbonera Los Pinos. Presidenti rus Putin shpall një armë pushim 2 ditor në konfliktin me Ukrainën më 8 dhe 9 maj për të shënuar fitorin e Rusisë në luftën e dytë botërore, por presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky kundërpërgjigjet me propozimin e tij për ndërprerje të luftimeve, që filloi një natë më parë. Dhe si gjithmonë në fund e mbyllim me diçka të bukur. Në fakt sot e nisëm emisionin me samitin e Jerevanit në Armeni. Do ta mbyllim përsëri me samitin, por këtë herë me diçka shumë të bukur. Një nga shansonat, këngët më të bukura franceze është La Bohème. Por ta dëgjosh nga presidenti francez Emmanuel Macron, kjo është vërtet diçka e jashtëzakonshme. E ndjekim për pak sekonda si e këndon ai La Bohème. Dhe shoqërohet në bateri nga kryeministri i Armenisë, Pashinyan, edhe kjo diçka vërtet interesante, ndërkohë që është darka shtetërore në Yerevan me muzikë, me smish. Rikujtoj edhe një herë, presidenti francez Emmanuel Macron këndon La Bohème dhe shoqërohet në bateri nga presidenti armen, nga kryeministri Pashinyan i Armenisë. E bukur është. Dhe kjo është pjesa e fundit për sot. Bashkë do të shihemi përsëri nesër, si gjithmonë në të njëjtën orë. Vazhdoni të qëndroni me edicionet tona të lajmeve për t'u informuar 24 orë për gjithçka që ndodh dhe ashtu si duhet. Shihemi nesër, deri atëherë mirupafshim.